Ne jemi sërish tek e diell dhe është Rizarta që ka thënë diçka, edhe do doja të diskutonim bashkë. Po në fundit kemi parë një fenomen që nuk është vetëm shqiptar, është në gjithë botën, po kryesisht në Shqipëri po ndihet më fort. Ka të bëjë me faktin se shumë njerëz nga Bangladeshi, nga Nepali po punësohen nga bizneset shqiptare. Dhe kjo nuk është asgjë kundër tyre, normalisht për të tingulluar raciste, absolutisht që jo, sepse çdo kush ka mundësinë dhe të drejtën për të krijuar një jetë më të mirë në çfarëdo lloj vendi, por ka të bëjë me tregun e lirë në Shqipëri. Sepse nëse ne dimë që tregu i lirë është një mekanizëm që bazohet, domethënë nuk është aq i pastër, bazohet tek kostoja më e ulët. Dhe normalisht që bizneseve intereson që të marrin punëtor nga vende të tjera sepse kanë kosto më të ulët. Por është dhe gjë e mirë që ekonomia e vendit po rritet. Por pyetja thelbësore është, duam të arrisim në ekonominë në numra apo duam të zhvillojmë një ekonomi që mbron forcën punëtore shqiptare, të mbajë njerëzit e vet në punë, sepse ne kemi parë shumë protesta edhe nga qytetarët shqiptar, ka pasur kryesisht kanë qenë korrierët që kanë protestuar sepse po zëvendësohen me njerëzit nga Bangladeshi, nga Nepali apo nga vende të tjera. Dhe kjo është shumë shqetësuese sepse forca punëtore, forca punëtore shqiptare. Një majt, më fal që ndërhyra. Po, kemi edhe ditën. Qofse është për drejtat e punëtorëve, më pëlqeu shumë edhe një gocë periudhë. Kemi edhe ditën e punëtorëve para sepse patjetër nuk po flitet sepse jemi në fillimet e saj, por forca punëtore shqiptare ka nevojë për një mbështetje më të madhe, sepse normalisht që një shqiptar do kërkojë një rrogë më të lartë, sepse kostot e jetesës në Shqipëri janë shumë herë më të larta nga ç'mund të kërkojë një njeri i ardhur nga një vend tjetër. Dhe kjo nuk më pëlqen shumë dhe duhet të kemi një mbështetje apo disa rregulla të reja që të mos favorizojnë vetëm bizneset, patjetër të favorizojnë edhe forcën shqiptare që forca punëtore të jenë shqiptarë, të mbajmë shqiptarët. Jam shumë dakord me Rizartën deri diku, por në disa pika nuk bashkohem me të, sepse nuk është normale që shqiptari të kërkojë më shumë se jetesa këtu është më vështirë, sepse dhe ai që vjen nga Bangladeshi dhe Nepali këtu do jetoj. Pra me atë rrogën që do të marr këtu, do paguaj qira, do paguaj drita, do paguaj vetëm nëse kompania ja siguron këto. Këtu prap nuk bie dakord me Rizartën se thot paguan më pak dhe jo, kompania nuk paguan më pak sepse nëse ja përfshin të gjitha këto nuk është më pak. Pra, nëse i paguan shtëpinë dhe këtë e di nga mikeshat mia që kanë punonjëse në shtëpi dado të fëmijëve, pra ju kanë marrë shtëpi me qira përveç rrogës që marrin. Ka dhe nga ato që i mbajnë në shtëpinë e tyre, pra është një kosto e shtuar. Nuk është se paguhen i marrin se paguhen më pak. I marrin nga jashtë sepse janë shumë të zhgënjur nga shumë të rinj ose forca punëtore në Shqipëri. Nuk po i përgjithsoj të gjithë, por një pjesë e madhe duan të paguhen shumë dhe nuk punojnë. Pra refuzojnë të bëjnë punë të cilat një punëtor që vjen nga jashtë nuk e ka problem ta bëjë, madje janë shumë më të përgjegjshëm, nëse janë në shërbim të klientit janë shumë të sjellshëm dhe nëse të ardhurat që ata marrin në Shqipëri sigurojnë një jetesë më të mirë familjes së tyre atje ku jeton, pranojnë që të bëjnë këtë lloj sakrifice, edhe këtë kompromis që të punojnë në Shqipëri dhe të ndihmojnë familjen e tyre. Jam dakord me Rizartën kur thotë duhet merren shumë masa nga bizneset apo të kthehen syt nga forca punëtore shqiptare, por aktualisht duke qenë se jam edhe pjesë e një biznesi, është shumë e vështirë për të gjetur staf. Një biznes që ka shërbimin fjalën kryesore dhe kush e di se sa staf është ndruar, sepse ose kanë shumë të vështirë të japin një përgjigje pa u hakërryer, pa rrudhur buzët, nëse ti zgjedh që të punosh në sektorin e shërbimit, për t'i shërbyer njerëzve duhet të kesh 2-3 norma të cilat e bëjnë klientin të dalë nga biznesi yt i kënaqur dhe të ndihet mirë. Pra në momentin kur ti bën disa intervista pune dhe pyetja e parë është sa do paguhem unë, a e kam të shtunën dhe të dielën pushim? Jo, unë nuk e bëj këtë, se nuk është detyra ime. Dhe kur ti je një njeri që ke nisur të punosh që 19 vjeç, ke pranuar të punosh vetëm për të marrë eksperiencën tënde, edhe 3 muaj internship dhe isha shumë e lumtur që nuk po paguhesh apo thjesht po merrja eksperiencë, e cila më pas më ka vleritur shumë. Të gjithë.
për karrierën time. Të gjithë e kemi kaluar, mendoj. Ditët e sotme nuk e kanë këtë të rinjt. Prap e theksoj që nuk po e përgjigjsoj situatën, por shumica dhe një pjesë e mirë e tyre i kanë ca kërkesa, ndoshta dhe absurde, edhe pse vijnë pa pikën e eksperiencës, edhe pse ti dëshiron t'ju japësh një mundësi, fillojnë jo po unë se bëj këtë, jo po do me thënë gjejnë disa justifikime për të mos marrë përsipër përgjegjësi dhe për mos ta kryer atë punën siç duhet. Dhe mendoj që kjo është arsyeja që pjesa më e madhe e bizneseve shqiptare, më e madhe, do me thënë një pjesë e mirë e bizneseve shqiptare kanë zgjedhur staf të huaj sepse janë më të përgjegjshëm. Të thon faleminderit 100 herë, unë e kuptoj që motorristat janë ngritur dhe po bëjnë tani protesta gjëra, por mua me këto të huajt e para nuk më nevojitet. Edhe më le të themi të gatshëm për të qëndruar më gjatë në punë sepse preferojnë që ta ruajnë atë vend pune. Kanë zgjedhur të vinë në Shqipëri me shumë sakrifica për ta bërë këtë. Pra kanë një tjetër kulturë pune, mendoj. Sepse dhe bizneset shqiptare do jenë lodhur nga njerëz të cilët vinë për shembull ti e merr në punë, ka nevojë për punë dhe pastaj papritur në kulmin tënd, flas për lokalin që është aktualisht, në kulmin tënd të punës vjen maji dhe thotë unë do iki në jug. Po, sa. Do të thënë mendojnë ta plas ty gjithë përgjegjësinë barrën në prehër, po. Edhe po ikin jugun se këto 3-4 muaj që do shkojnë në jug paguhen më shumë, pastaj kismet